Përshëndetje miq, po ju tregoj recetën e salcës apo kremit të beshamelit, i cili për të përgatitur është shumë i thjeshtë. Është 100 herë më mirë ta përgatisim vetë në shtëpi sesa ta blejmë të gatshëm, të konservuar. Për kremin e beshamelit nevojitet yndyrë, gjalp në këtë rast, pak miell duke trazuar derisa të harrihet kjo masa homogjene dhe pastaj do të shtojmë qumshtin në mënyrë graduale duke trazuar avash avash derisa e gjithë masa e miellit me gjalpin të shkrihet. Do ta gatuajmë në zjarr të ulët në mënyrë që mos të bëhet kokra, por të arrihet ajo masa homogjene e një trajtshme. Në shumë i thjesht, do shtojmë sigurisht krip sipas dëshirës dhe kremi beshamelit është gati. Nuk kam përdorur vezë në këtë rast. Mund t'i hidhet edhe vezë që të arrihet ajo ngjyra e artë.